Ekzistojnë disa ushtrime pozitive metafizike të cilat pastrojnë trupin, normalizojnë funksionin dhe mbrojnë shëndetin. Këto ushtrime janë artuar për të rregulluar qarkullimin dhe funksionin nervor dhe rezultojnë në një relaksim dhe harmonizim më madhështor midis së gjitha pjesëve të strukturës fizike. Qëllimi i këtyre ushtrimeve, megjithatë, nuk është përsosmëria e trupit për qëllimin e vetë trupit, por që trupi të bëhet një instrument më i mirë i qëllimit të ndriçuar. Pasi studenti të mund të kontrollojë trupin e tij, ai mund të kontrollojë emocionet dhe impulset e panumërta që shfaqen në trup dhe ndërhyjnë në rrjedhën natyrore të vetdijes. Shkollat lindore janë jashtëzakonisht të repta. Ato kërkojnë një kontroll të plot të trupit, emocioneve dhe mendimeve. Nuk është e pazakontë të gjesh një njeri të shenjtë lindor që mund të kontrollojë rrajt e zemrës së tij ose të ndalojë qarkullimin e gjakut në çdo pjesë të trupit të tij. Në të njëjtën kohë, cilësia e padëmshmërisë vendoset në mendje, duke kapërcyer plotësisht çdo impuls shkatërues ose mendim kritik. Është dëshmuar mirë se një njeri i shenjtë është parë duke fjetur në xhungël me trupin e një luani si astëk. Besohet gjerësisht në të gjithë Azinë se asnjë kafshë, zvaranik apo insekt nuk do të lëndojë një njeri të shenjtë, dhe kjo për shkak të vibracioneve konstruktive që ai ka krijuar në natyrën e tij. Disiplinat lindore kanë për qëllim të transferojnë sundimin e jetës nga shpirti shtazor në vetdijen hyjnore. Ushtrimet e frymarrjes, qëndrimet dhe format e ndryshme të disiplinës janë synuar në krijimin e kanaleve për çlirimin e integritetit të brendshëm, në mendje, emocione dhe trup këto. Siç u përmend në një kapitull më parë, disiplinat lindore nuk janë të përshtatshme për mendjet perëndimore ose për trupat perëndimor, dhe kështu përdorimi i tyre nuk mbështetet. Të njëjtat qëllime duhet të arrihen me mënyra më të buta dhe më pak të mundimshme. Kjo është vërtetuar në shkollat pitagoriane dhe platonike, të cilat arritën ndriçimin pa përdorimin e disiplinave orientale. Në zvendësim të mekanizmit të përpunuar të kulturës shpirtërore lindore janë dy disiplina të thjeshta: meditimi dhe realizimi. Me anë të meditimit fitohet një ndjenjë e re vlerash dhe një perceptim i qartë i vlerës relative së të gjitha njohurive. Me anë të realizimit, studenti do ta bëjë njohurin pjesë të jetës dhe vetdijes së tij. Përmes praktikës së meditimit dhe realizimit, rritja natyrore dhe jo rritja e detyruar është modeli që duhet ndjekur për arritjen e së vërtetës. Një vlerësim i sinqert dhe i ndershëm i virtyteve dhe veseve të tua është absolutisht i nevojshëm për rritjen shpirtërore. Ky inventar duhet të jetë i plot, por jo personal. Kur ti ke përpara teje të metat dhe kredit e karakterit tënd, ti je në gjendje të balancosh buxhetin tënd shpirtëror. Kjo analizë nuk duhet të rezultojë në dëshpërim, vetë në vlerësim ose ndonjë ndjenjë dërmuese mëkati. Mangësit nuk kërkojnë më shumë se një program të mirë përcaktuar korrigjimi. Një njeri përplot me vetdijen e mëkateve të tij është po aq larg nga e vërteta sa një njeri përplot me vetdijen e virtyteve të tij. Tradita e vjetër teologjike se atje ekziston një virtyt i caktuar në zjerjen e pendimit të vetvetes nuk ka vend në filozofinë mistike. Përsosmëria është e rezervuar për perëndit. Personi mesatar nuk pritet që të jetojë pa faj ose pa gabim, por është më e dëshirueshme që ne të përfitojmë nga gabimet tona. Prandaj, mos lejo asnjëherë që gabimet e së kaluarës sënde të errësojnë përpjekjet e tua të tanishme. E kaluara duhet të shndrohet në fuqi shpirtërore përmes së kuptuarit. Mos sill përpara teje incidente të ndryshme për të dëmtuar qëllimet e tua të tanishme.
Sill përpara teje shumën e përvojës dhe të kuptuarit në formën e tolerancës, durimit dhe virtytit. Nga e kaluara, ne shumë shpesh trashëgojmë një mori paragjykimesh dhe frenimesh. Zakonet e të menduarit dhe të jetuarit nuk ndryshojnë shpejt, dhe as paragjykimet e një jete nuk zhduken lehtë. Është e pakuptimt që ne të përpiqemi të ecim përpara drejt dritës dhe së vërtetës, për aq kohë që ne ushqejmë qëndrime shkatëruese në jetën tonë personale. Pothuajse të gjithë mbajnë pikëllime ose delikuencë me dashuri. Gabimet të tjera korrigjojnë shpejt, virtytet të tjera kultivohen me zell. Por kjo pikë e butë dhe e lënduar është një privilegj i shenjtë që Perëndit duhet ta anashkalojnë. Kur ti klasifikon të gjitha të metat dhe dështimet e tua, dhe virtytet e tua në rresht me modelin e tyre më lajkatues, ekzamino se cilën prej këtyre produkteve të vetdijes sënde me kujdes dallues dhe kupto se ku mendja jot nuk mendon drejt. Observo me kujdes se ku jam paragjykimet. Pse është lejuar mungesa e përmbajtjes dhe mbi të gjitha, si këto mund të korrigjohen në mënyrë të drejtë dhe të përhershme. Gjatë shqyrtimit të kësaj tabele të ngritjeve dhe uljeve të tua, i veçanërisht i vëmendshëm ndaj ekstremeve. Një virtyt që ngrihet fuqishëm nga mesi i të metave të panumërta, ose një vesë që mbizotëron tiranikisht mbi shumë virtyte të vogla, është modeli i zakonshëm. Është shumë herë më mirë të jesh mesatarisht i mirë në të gjitha gjërat se sa të jesh jashtëzakonisht i mirë në një gjë dhe i mangët në të gjitha virtytet e tjera. Njeriu është pothuajse i ekuilibruar kur të gjitha qëndrimet, idealet dhe mendimet e tij janë të zhvilluara në mënyrë të barabartë. Një çekuilibër ekstrem shpesh çon në forma të lehta të çmendurisë që nuk njihen patologjikisht, por megjithatë janë të pranishme për të ngatëruar shpirtin. Njeriu ka 43 aftësi në tru. Kur një ose dy nga këto aftësi zhvillohen në mënyrë jo proporcionale me pjesën tjetër, kjo rezulton në një formë vampirizmi. Aftësia shumë e zhvilluar të rreq drejt vetes gjakun dhe energjinë që normalisht duhet të shpërndahen në mënyrë të barabartë. Kështu, ndërsa çdo aftësi rritet, fuqia e aftësive përreth shterohet në mënyrë proporcionale. Njëra aftësi po vampirizon të tjerat. Njihet një rast i manisë fetare në të cilën aftësia e trurit për nderim u rrit aq shumë gjatë viteve të fanatizmit sa pjesa tjetër e trurit u bë relativisht jo aktive. Një autopsi zbuloi se kockat e Kafkës mbi këtë zonë shumë të zhvilluar ishin bërë aq të holla, sa kirurgu e shpoi Kafkën me majë në një stirolapsi. Ndërkohë që mendje ngushtësia tani quhet gjenialitet dhe mendje ngushtësia e ka trashëguar tokën, mbetet ende e vërtet filozofikisht se mendje ngushtësia është një sëmundje. Dhe një virtyt i egzageruar si ky është vesi më i keq që një person mund të ketë. Vetë analiza konsiston në ulje në heshtje me letër dhe laps dhe bërjen e një inventari personal të forcës dhe dobësisë së secilës prej pjesëve të natyrës sënde, mendore dhe emocionale. 10 duhet të konsiderohen si të zhvilluara mirë në vlerësimin e çdo aftësie ose refleksi emocional. 0 për mungesën e plotë. 5 do të përfaqësonte një aftësi gjysmë të zhvilluar. 7 në çdo aftësi është norma për një person inteligjent. Si në shumicën e rasteve, atje ka 1 ose 2 klasifikime së të cilave ti mund t'u japësh 9 ose 10. Shumë do të jenë relativisht të pazhvilluara. Pasi të kesh përfunduar me vlerësimin tënd, i cili duhet të bëhet me ndershmëri absolute ose përndryshe është i pavlerë, atëherë ti do të kesh një grafik të vetes. Do me thënë, do ta shohësh veten ashtu siç bota të njeh ty. Rezultati i gjërave që ti mendon, ndjen dhe bën.
Kur I kupton plotësisht të metat e tua, këto të meta janë tashmë gjysmë të korrigjuara. Pak njerëz e kanë analizuar veten ndonjëherë, ose që janë përballur me veçoritë e tyre. Përballu me një problem, pranoja atë problem si një përgjegjësi personale dhe zgjidhja është e afërt. Vet analiza dhe vet korrigjimi do të shpërblejnë në vetvete për përpjekjen e ndërgjegjshme edhe nëse ti nuk mund të shkosh më tej në disiplinat metafizike. Vetëm vet zotërimi përmes disiplinës mund të sjellë ty siguri toksore dhe ato gjëra të mira të jetës që ne të gjithë dëshirojmë. Pasi të kesh përfunduar vet analizën tënde, shqyrto me kujdes grafikun që rezulton. Konsidero pikat e tua të forta, do me thënë virtytet dhe aftësitë që dominojnë. Problemi yt tani është që të sjellësh pjesën tjetër të atributeve të tua mendore dhe emocionale në të njëjtin nivel, sepse do të ishte shumë e dëmshme të vazhdosh të ngresh vetëm pikat e tua më të forta. Më pas vështro grafikun dhe vëzhgo karakteristikat e tua më të dobta. Është kjo karakteristikë që po të lidh ty në një nivel shumë më poshtë se ajo normale. Është pikërisht këtu se ku vetë përmirësimi yt duhet të fillojë. Ty tashmë të është thënë se agresiviteti duhet të hiqet nga vetë disiplina. Kupto se është e mundur që të kapërcehet çdo karakteristike pa dëshirueshme, me anë të asaj që taoistët e quajnë përpjekje e pamundimshme. Për shembull, nëse ti ke një temperament të keq, ka vetëm një mënyrë për ta kapërcyer këtë: të ndalosh së pasuri një temperament të keq. Një temperament I qetë nuk arrihet me një gest madhështor të vullnetit, as me një seri pohimesh afirmimesh banale, por prej realizimit. Ndërsa ti rishikon jetën tënde, ti mund të përpiqesh të justifikosh gabimet e tua në bazë të rrethanave, duke ndjerë se kushtet për te kontrollit tënd janë ose kanë qenë shkaqet e vërteta të gabimeve të bëra. Më tepër në jetë do të ishte arritur nëse fati do të kishte buzëqeshur. Suksesi dhe integriteti nuk janë çështje mundësish, por evoluojnë në karakter. Qenjet njerëzore më fisnike, më të mençura dhe më të virtytshme nuk janë ata që kanë pasur mundësitë më të mëdha, por ata, vështirësitë së cilëve janë të shumta, vazhdimisht zhvillojnë filozofitë më të mira të jetës. Ata, problemet e së cilëve janë të vogla, vajtojnë fatin e tyre me zë të lartë. Monkët taoist nuk janë të lumtur sepse bota ka qenë e mirë me ta. Ata janë të lumtur sepse ata vetë kanë qenë të mirë me botën. Ata janë filozofë që jetojnë në jetë të moderuara dhe të virtytshme, jo për arsye të hollësishme morale, por sepse është më e lehtë dhe më e këndshme të jetosh mirë, se sa të jetosh në ndonjë mënyrë tjetër. Zemërimi, frika, shqetësimi, këto emocione janë të pakëndshme dhe taoisti është I përkushtuar ndaj reatis. Dhe duhet ta bëj ai veten të mirë kur është po aq e lehtë të jesh I lumtur. Këta monk të moshuar nuk ulen mbi shkopinj me dhëm të shtrënguar dhe presion të lartë të gjakut duke u përpjekur të jenë të mirë. Ata nuk përpiqen të kontrollojnë temperamentin e tyre. Ata janë aq të temperamentuar sa temperamenti harrohet. Ata nuk përpiqen të kapërcejnë egoizmin. Ata kanë zbuluar kotësinë e dëshirës për të poseduar. As nuk përpiqen të zhvillojnë personalitete dominuese. Ata nuk kanë interesin më të vogël se çfarë të tjerët mendojnë për ta. Me këtë shkëputje dhe mungesë personaliteti të plot, monkët taoist shpesh jetojnë deri në pleqëri të skajshme. Realizimi I tyre I ka çliruar ata në mënyrë kaq të përsosur nga acarimet e ekzistencës fizike, saqë ata janë imun ndaj shumicës së sëmundjeve që shkurtojnë jetën e perëndimorëve.
Arritja e së mirës madhështore është qëllimi themelor i jetës. Kjo arritje pengohet dhe irritohet nga lidhja me personalitetet dhe gjërat në përgjithësi. Në momentin që ne mbi vlerësojmë vlerën e gjërave materiale, ne bëhemi të paaftë për një administrim filozofik të çështjeve të jetës fizike. Në momentin që ne zhvillojmë një lidhje të tepruar me personat, ne bëhemi të paaftë për të shërbyer atyre në mënyrë inteligjente. Është një gabim i zakonshëm, pothuajse universal, që të zhvillosh lidhje të tepruara bazuar në idenë se ne jemi të aftë të zotërojmë çdo gjë. Monku taoist ka bërë zbulimin e këndshëm se ai nuk zotëron asgjë. Prandaj nuk ka asgjë për të cilën ai duhet të shqetësohet ose të ketë frikë nga. Buda vetë mësoi se posedimi ishte një nga mëkatet kardinale dhe fatale për rritjen shpirtërore. Njeriu i mençur është i lidhur vetëm me parimin, të vërtetën universale pas së gjitha gjërave, dhe ai zotëron vetëm dëshirën për të vërtetën. Kjo nuk do të thotë se ai është egoist ose i pakujdesshëm ndaj të tjerëve. Ai u shërben të gjithë njerëzve në mënyrë jo personale, sepse për të nuk ka dallim familjeje, kombi apo race. Sipas Pitagorës, të gjitha marrëdhëniet bazohen në mençuri. Në një rast, atij është atribuar thënia: ai që është më i mençur se unë është babai im. Ai, mençuria e së cilit është e barabartë me timen, është vëllai im. Dhe ai që ka më pak mençuri se unë është djali im. Universalizmi i lidhjeve dhe impersonalizimi i ndjenjës së posedimit e çliron njeriu nga trupi madhështor i pikëllimit të zakonshëm. Komunitetet fetare kanë dështuar vazhdimisht që kur një dishepull i pakënaqur dogji institutin e Pitagorës në Krotona mbi kokat e Pitagorës dhe pasuesve të tij. Komuniteti i Pitagorës ishte komuniteti i parë fetar në histori dhe fati i tij është reflektuar në fatin e së gjithë atyre që e kanë ndjekur atë. Është shumë e vështirë për njerëzit me mendje shpirtërore të jetojnë së bashku. Jeta në komunitet i introverton mendimet e antarëve derisa organizata e tyre e caktuar të bëhet boshti i universit. Nuk ka dyshim për sinqeritetin e disa komuniteteve fetare, por ekziston një pyetje e madhe për sasinë e së mirës së vërtet të arritur prej tyre. Sistemi shoqëror ekzistues është pjesë e planit për përsosmërinë njerëzore, në pranimin e përgjithshëm se mençuria e pafundme udhëheq të gjithë aktivitetin natyror. Nëse kjo është e vërtetë, kjo botë materiale e pa shpirt është këtu për një arsye. Ata që e vetësojnë veten dhe refuzojnë të përballen me problemet e ekzistencës shoqërore, thjesht po përpiqen t'i shmangen ligjit. Duke qenë se një shmangje e tillë është e pamundur, në fund të fundit shmangësit hidhen përsëri në shoqëri, të dobësuar nga vitet e izolimit dhe të bërë të papërshtatshëm për detyrat e qytetarisë. Një vend pushim ku një individ mund të shkojë në kohë të caktuara, si shtëpitë e pushimit në Indi, ka përdorimet e veta në këtë botë të trazuar. Por të jetosh për shumë vite në një bashkësi fetare e dobëson individin për një kthim në jetën aktive midis njerëzve. Paragjykimet vijnë si pasojë e një qëndrimi jo praktik ndaj jetës. Determinoje veten që të mos ikësh për të praktikuar virtytet e tua, por përkundrazi zbatoje ato aty ku jenë dhe në kushtet ku ato do të arrijnë të mirën më madhështore. Në shekujt e parë të kishës së Krishterë, disa nga etërit u mblodhen dhe vendosën se kjo botë materiale i përkiste Satanit. Dhe nëse ata mund ta shpopullonin tokën duke parandaluar martesën, shpirtrat e njerëzve do të shpëtonin nga kapja e kundërshtarit. Kjo ide dështoi për shkak të numrit të madh të jo-hebrejve që refuzuan të konvertoheshin. Por ky koncept nuk është lejuar të vdes.
Ai rishfaqet nën maska të ndryshme metafizike për të komplikuar çështjet e jetës. Lidhur me temën e vetëpërmbajtjes, qëndrime të ndryshme iracionale kanë kontribuar shumë në mosmiratimin shkencor të mësimeve metafizike. Sektet që mësojnë një gamë të gjerë nocionesh që variojnë nga dëlirësia te dashuria e lirë kanë keq interpretuar seriozisht një ideal fisnik. Shumica e organizatave metafizike u imponojnë detyrime antarëve të tyre pa marrë parasysh pasojat. Nuk është e mëndshur që të bësh zotime dhe betime ose të bësh premtime që përfshin të nesërmen e palindur. As individët nuk duhet ta detyrojnë veten ndaj një metode jetese krejtësisht përtej të kuptuarit të tyre dhe shumë të përparuar për strukturën e tyre fiziologjike. Duhet të thuhet me bindje se rritja është një shpalosje graduale dhe e natyrshme në të vërtetën. Dhe për këtë arsye është e panevojshme të imponojnë rregulla mbi individin në çështjet metafizike. Disiplinat e mbështetura në këtë libër rezultojnë në një shfaqje në virtyt. Nuk ka detyrim, as luftë, as përpjekje për të qenë ajo që nuk je, por vetë se një zgjim të vlerave dhe realizimit. Nuk ka kërkesë që ndonjë student të ndryshojë papritur të gjithë metodën e tij të jetesës. Në fakt, një veprim i tillë mund të jetë vetëm i dëmshëm. Ajo që kërkohet është që ti të rafinosh dhe fisnikërosh të gjitha marrëdhëniet e tua dhe të përpiqesh të kuptosh më në mënyrë të përsosur ligjet e jetës. Nëse do të studiosh doktrinat metafizike të përcaktuara, do të fitosh një realizim i cili me kalimin e kohës do të ngrejë ty në një standard të lartë së të menduarit dhe jetuarit. Në vend që të kufizosh jetën tënde të jashtme, shpalos jetën tënde të brendshme. Në këtë mënyrë, natyra jote fizike do të rafinohet gradualisht dhe ti do të gjesh cilësitë që dëshiron të shpalose natyrshëm në brendësinë tënde. Ekziston një numër madhështor mënyrash për t'u dhënë një ndritshim të rem të pakujdesshmëve. Jogistët e Indis, me anë të ushtrimeve mendore, krijojnë një autohipnoz që u mundëson atyre të lejojnë veten të varrosen të gjallë për disa ditë dhe më vonë të ringjallen. Vendasit e ishujve Fiji ecin të sigurt mbi shtretër me qymyr të nxehtë. Piset indiane të Kalifornisë ende ruajnë një ceremoni të ngrënies së zjarrit. Këto bëma në dukje të pamundura arjen nga besimtar që së pari i hedhin mendjet e tyre në një gjendje ekstaze. Vlera praktike e këtyre demonstrimeve të ndryshme mund të vihet në dyshim, por sinqeriteti i atyre që i praktikojnë ato është i padiskutueshëm. Okultisti perëndimor që përpiqet të përsos natyrën e tij shpirtërore nuk dëshiron të bjerë përsëri në praktikat negative të magjisë primitive. Ka prova të bollshme të shumë metodave primitive të magjisë në të gjitha pjesët e botës. Nga papalët haitian deri te dervishët dhe fakirët islamik. Ekziston një ngjashmëri e qartë midis një ringjalljeje ungjillore dhe një kongregacioni të burrave leopard në Kongo. Ekziston gjithashtu diçka që të kujton pemën e mrekullueshme të mangos në zakonin modern të bekimit të xhepave bosh dhe përpjekjes për të prodhuar diçka nga asgjëja. Metafizika ka për qëllim të prodhojë filozof, jo fakir. Shumë organizata moderne metafizike janë duke praktikuar magjin dhe këtë ata vetë nuk e dinë. Një magjistar është një person që përpiqet me anë të një arti të caktuar të devijojë forcat e natyrës për qëllimet e tij personale. Çdo rritje e detyruar është magji. Çdo individ që përpiqet të dominojë mjedisin e tij pa u ngritur mbi të është një magjistar. Njerëzit që përpiqen të përdorin ushtrime fetare për përfitime monetare, për të hequr hipotekat ose për të hequr qafe të afërmit e padëshiruar, janë magjistar.
Qëllimi i vërtet i metafizikës është të përsos veten e brendshme në mençuri, virtyt dhe mirëkuptim. Dhe çdo përdorim tjetër i fuqisë metafizike ka të ngjarë të rezultojë në magji të zezë. Magjistari i zi mund të gëzojë një sukses të përkohshëm material, por ai po krijon një karma të rëndë që do të duhet të paguhet në jetët e ardhshme në terma të mjerimit dhe vuajtjes. Pasi sqaruam disa keqkuptime të zakonshme në shumë shkolla të metafizikës popullore, tani duhet të shqyrtojmë disa nga virtytet pozitive. Kultivimi i këtyre virtyteve është përgatitje për jetën e mençurisë. Do me thënë, një jetë e dominuar nga arsyeja dhe qëllimi. Ti nuk mund të përfitosh nga disiplinat metafizike derisa të kesh krijuar në brendësi së vetes një aftësi për to. Kjo aftësi duhet të rezultojë nga organizimi i aftësive, stabilizimi i emocioneve dhe qëllimi i veprimeve. Duhet të ketë një themel të caktuar të përshtatshëm, mbi të cilën shtëpia e urtësisë të ndërtohet. Një shtëpi nuk mund të jetë më e fortë se themelet e saj. Asnjë filozof më i mençur se bazat e doktrinave të tij. Të gjitha shkollat e religionit të lashtë kanë mësuar se zhvillimi shpirtëror i individit duhet të rrjedh nga një themel i përshtatshëm në virtyt dhe integritet. Një njeri nuk është domosdoshmërisht i virtytshëm vetëm sepse ai zotëron virtyte. Ai është i virtytshëm vetëm kur ai i administron këto virtyte me mençuri, me mendjen e tij të lirë nga mendjemadhësitë, paragjykimet dhe gabimet. Integriteti nuk është thjesht ndeshmëri, është ndershmëri inteligjente. Urtësia nuk është vetëm të mësuarit, është të mësuarit e ndriçuar. Misticizmi jo vetëm që heton fenomenet subjektive të jetës, por zhvillon një kuptim dhe përdorim të së mësuarit të fshehtë dhe të shenjtë. Aftësia e vazhdimësisë nuk është shumë e zhvilluar tek individi mesatar. Bota perëndimore në tërësi dallohet për shkoputjen e përpjekjeve, mungesën e përgjithshme të plotësisë. Çdo student i shkencave të shenjta duhet të kuptojë se vazhdimësia dhe durimi janë absolutisht të nevojshme. Zhvillimi personal kërkon vite të tëra disipline të vetëdijshme. Një personi që i mungon durimi nuk duhet as edhe që të përpiqet të studiojë shkencat e shenjta. Pa durimi metafizik, merr formën e endjes nga një mësues te tjetri dhe nga një sistem metafizik te tjetri. Çdo kult i ri duket se premton një ndriçim më të shpejtë, dhe neofiti i paqëndrueshëm më në fund degeneron në një kultist endacak. Ky lloj kërkuesi i së vërtetës nuk ka aftësinë për vazhdimsi. Ai nxiton nga një zbulesë pagabueshme në një tjetër, ndërsa proceset e tij mendore përkeqësohen gradualisht derisa ai bëhet i paaft për mendim inteligjent. Vazhdimësia njihet në mënyrë prozaike si qëndrueshmëri. Në botën ekonomike, vazhdimësia inteligjente e qëllimit është siguria më e madhe e suksesit. Gjenit tanë të shkëlqyer të financës, shkencës dhe industrisë janë pothuajse gjithmonë njerëz që ja kanë kushtuar veten një qëllimi dhe kanë vazhduar në atë qëllim derisa të arrihet ai qëllimi dëshirueshëm. Problemi kryesor i metafizikantit është të zhvillojë një vazhdimsi që nuk përfaqëson mendje ngushtësi. Ai duhet të jetë tolerant në të gjitha gjërat, të kërkojë të vërtetën në të gjitha gjërat, të njohë të mirën në të gjitha gjërat, dhe në të njëjtën kohë të ruaj vazhdimsinë e përsosur të përpjekjeve drejt zhvillimit të vetvetes. Ky është një program që siguron sukses. Vazhdimësia nuk lind nga ignoranca ose mungesa e vlerësimit. Sa më e madhe të jetë njohuria e dikujt dhe sa më të larmishme të jenë arritjet e dikujt,
aq më do me thënë se bëhet vazhdimësia. Ata që nuk janë të gatshëm t'i kushtojnë të paktën 10 vjet në një sistemi të mirë autentikuar të zhvillimit, nuk kanë të drejtë që as të fillojnë që në fillim. Ata me siguri do të zhgënjehen dhe ndoshta do të lëvizin nga një izëm në tjetrin derisa vdekja t'i jap fund lundrimit në këtë sferë. Zhvillimi metafizik fillon me vazhdimsinë e disiplinës dhe lufta midis vazhdimësisë dhe ndërprerjes përbën jetën tonë të zakonshme. Vazhdimësia kërkon një vullnet të mjaftueshëm për të kapërcyer interruptimin, pengesat këto. Një këmbgulje të caktuar qëllimi që do të vazhdoj pa u lëkundur në prani të asaj që duket si dështim. Asnjë person që është besnik ndaj idealeve të tij më të larta nuk mund të humbas në fund të fundit. Përkushtimi rreth disiplinës dhe besnikëria e palëkundur rreth së vërtetës dhe idealit do të rezultojë në mënyrë të pashmangshme në ndritshim. Vetëm një mendje dhe zemër e përkushtuar plotësisht ndaj së vërtetës mund të bashkohet më në fund me të vërtetën.